Ka përfunduar në Prespa edicioni i parë i festivalit Green and Blue Prespa, një aktivitet traditor që promovoi turizmin e qëndrueshëm, mbrojtjen e natyrës dhe trashëgimin kulturore të rajonit. Gjatë festivalit, të zhvilluar nga 3 deri më 5 korik, vizitorët morën pjesë në aktivitete të ndryshme, si lundrime me kajak, ecje në natyrë, shëtitje me bark drejt ishullit të Maligradit, kamping, panair me produkte artizanale dhe gastronomi lokale, si dhe shfaqje artistike. Është viti i parë që realizohet. Këtij aktiviteti është shtuar edhe Kayak Festi, ku është futur si një pjesë e këtij aktiviteti të madh. Gjithashtu kishte edhe muzikë, kishte edhe shfaqje në kuadër të verës kulturore maqedonase. Përpara se të vendosim të vinim këtu, kam bërë pjesë më të madhe të Shqipërisë, Lumenj, Det, Liçene. Pastaj pozicionuam këtu. Shohim potencial. Kjo është ajo ideja jonë që ta çojmë përpara këtë. Një nga momentet kryesore ishte zhvillimi i tryezës së hapur të Liçenit, ku përfaqësues nga Shqipëria, Greqia dhe Maqedonia e Veriut diskutuan mbi zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, mbrojtjen e biodiversitetit dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar. Në fakt, ky lloj eventi ndodh për të parë në Prespa, bën bashkë shumë aktorë, duke filluar nga organizatat mjedisore, nga aktorët qeveritar, nga aktorët ndërkufitar dhe për të parë bën bashkë, po themi përfaqësues nga të gjitha shtetet, pra të 3 shtetet të cilat janë pjesë e liçenit të Prespës, bëhen bashkë këtu dhe kanë gati 2 ditë që rezonon një event i cili ka përfshirë shumë aktivitete, pra ka qenë multidisiplinar. Festivali synon të kthehet në një traditë vjetore, duke promovuar Prespën si një destinacion të rëndësishëm natyror dhe kulturor dhe duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit.